Hej njerëz, çka ka? Një magoni, edhe këtë javë kena me bo një shpjegim që është kontroll. Edhe kontrollat nuk I kena përmend në një faqe, kështu që çka janë ato. Kontrollat ose kontrolli është kur një letër caktuar që zgjedh një spektator, ju e kontrolloni me një vend caktuar, ose mund të më maje, ose mund të më konë e dyta, ose mund të më konë e fundit, çfarë do mund të më konë. Kështu që kena me mësu këtë kontroll, që është shumë I thjeshtë edhe është kontrolli në fund. Edhe që është me majt letrën në fund, që paka shumë doket kështu. Spektatori e zgjedh një letër, çfarë dëshmë, për shembull këto, që në këtë rast është dyshi detelin, e zgjedh dhe ja vrej qëre. E marrë dyshin, edhe po e lot parën, mirë po kam I përzi letra që është I përzi në krejt. Kështu ndorë, për edhe kom I përzi sajnë dhe sa përzim mirë edhe zdimë që në përkërë. Pësej se dhe gjitha shumë përzi këgja mirë. Në po prapë se prapë, letra është e fundë. Kështu që të mësojna që është bëhet kërë, se është një teknikë e kontroleve shumë e thjeshtë, mirë po përdorët për shumë trikat mirë, që këna me një sutarnë. Kështu që këtë shkona një të shpjegimi, dhe mas të këthejmë këto pranë. Për me përformu këtë kontroll, që është kontrolli I poshtëm, dhe këna përmen këta disa herë për me bo përzirje në dorë. Edhe këtë përzirje këna bo disa herë në për disa trika që është pasqyra, pasën e këna bo edhe në për disa trika tjera, kështu që besoj që jeni ngjashëm me këto trika. Po, te ky kontroll, një detaj është që e përdor letrën e parë për me shqu në fund. Që kjo është kontrollit, se që përmena, kontrollit është me marrë një letër edhe me qu në për destinacionet caktume. Prapë se pranë nuk e din cëlla letëra, po te din ku është e letër. Që kjo është kontrollit. Kështu që spektatori e zgjedh një letër, pelona qëta, që është mbreti detelin, edhe kur e zgjedh këtë letër e thoni, ok, qëre po e marrë mbretin tënë, edhe pelon maje, edhe kene me këthy tubën, kështu që shkum të regu që është përzirja ndorë, që e kum pozisarë, dhe kjo është mënyra më e thjeshtë për me përzir letra, edhe vetë se tash jeni e dini çfarë përzirja kjo, po nëse nuk dini është shtë. 2 gishtat, të nazës edhe të mesmin e leni për para, të madhin e leni mrapa, edhe këtu e leni tjerat shtirë. Ndërsa prej dorës tjetër shkoni qështë I merrni një ka një, që për me vo qështë. Qështë është përzirja ndorë. Edhe këto është në fund, po qëta që të regoj që është bëhet. E keni edhin që shë këmë të regu për para, te triku pasqyra, ku I merrni 4 letra dhe para I qani në fund. Krejt që ajo është, që ajo verzioni njëjtë. E mani kështë që shë thash, veç këto I keni letrën e tina të para, I thoni, ok, I zgjedh këtë letrë, mbretin detelin, edhe I thoni, ok, qëra pelon maje, po kom I përzi letrat që është I përzi në krejtë, dhe që keni me bo, është keni me bo përzirje ndorë, që është shtë. E qëni shpejt, veç një letër e qëni, po këtani edhe pse më ra këtë edhe një letër tjetër, po këto është veç me marrë një letër shpejt, edhe mas një tjerat, veç me I gjujt për mi. Masi këtu s'ka lidhje, veç kryesorja është parën me gjujt veç një, që shpejtësit madhe, do këtë shtë. Në jere muna me ndosë për shtjelësina, po mos janë qëto sene edhe ndreqen se do me thonë s'pe I kushton një rëndësi që është shumë përzirjes në dorë, që I kontrollani në fund. Që është këtë. On slow motion,
ose në gjerim nga lajtësum, do këtë qëta. Keni këto për para, veç shkoni kështë. Qëta është në gjerim nga lajtësum. Po në shpejtësit madhe, do këtë qëta. Që do këtë se e keni përzi dikon kamesi, mo nuk dihet ku është letra, po në fakt është në fund. Edhe tash vjen pjesa e dytë që është binse, total binse është kjo, që është mbajtja e letrës në fund. Që kjo është bottom retention, ose mbajtja e letrës në fund, edhe që keni me bo qështë. Keni me maj tubën qështë, ku 4 gishta kanë me nejtë në ftyrën e spektatorit, ftyrën tone, a këto kanë me mejtë gishti madhë. Edhe këto keni me nëzirë, prapë qështë, që është keni me nëzirë kështë, tak. Kështë që 4 gishta e majnë letrën e fundit, a kjo gishta e majnë letrën e parë. Që kur ti kam një krejt letrat, këtë 2 letra në mesin, letra e parë dhe letra e fundit. Dhe letra e fundit të rrimë fund të në kohën. Për që ata edhe është mbajtja e letrës në fund. Për që ata kur shkoni qështë në përzire një në dorë, prapë se prapë është letra e fundit në mbrejtjet e tij. Që shkon kështu. Ama krejt këto i bëni normal, të ja këthy shpinën e letrave spektatorit, sa ata nuk përnë me po të shah është letra e fundit, se din që letra e tyne është në fund. Kështu që, jo keni me marri, thuni, okej, qëra për e shëni letrën tone, është e para, po qëre kom i përzit që i përzin krejt letra, dhe i merr njëre kontrolën në fund, që është në fund, edhe ata nuk e shohin, sa ti i mon letra në dyshyrë si mbajtje mekanike, ose të pjertësu me kati, edhe hirësh, që merë ta kje këtheni ftyrën atëne, që me bjen ata e shohin për qëto, për kënina nuk e shohin që për e mon në brejti. Edhe shkëm hala, që për bjen brejti është në fund. Që kjo është kontroli i pështëm. Që kjo është metoda më e thjeshtë për me kontrolu një letër, edhe në të ardhmen kena me mësu edhe shumë kontrole tjera që janë ndryshme edhe ka prej aty në ma thjeshtave që dalohet deri te ato shpejtësit madhe dhe që zvrejnë. Kështu që deri të ardhmen, deri sa të mësojnë ato, mësajnë jo këta edhe kena me bo në të ardhmen disa trika që për mu janë shumë preferume, që shpesh edhe i bëj. Edhe mu më pëlqenj shumë, kështu që të ardhmen, kur t'i shpjegoj dhe trika që është në këtë javë dhe në javën tjetër, kanë me pas shumë dhe trika interesant për këto me këtë kontrol që e spjegova tash. Kështu që mësojni, ka dalë, nuk nevojitet shumë kohë për me mësu, po kur e mësojni, keni me bo dhe trika në të ardhmen, kështu që deshta veç me bo këtë shpjegim damë, që mos me pas problem të ardhmen. Që kjo ke për shpjegimin e kësaj jave, për kontrolin e poshtëm, edhe po shpresoj se i ka pëlqyer edhe e keni kuptu. Se është shumë i thjeshtë, po është shumë i nevojshëm. Edhe kena hit tash me një fazë ku kontrollet janë shumë nevojshme magjik, kështu që keni me mësu me kësi shpjegime tash në mas. Edhe gjithashtu, ku ndosh me bo këtë shpjegim, që e di që nuk është drejt, po që këtë kontrol është qeltë për shumë trika, që janë shumë të mira. Me edhe në këtë javë dhe javën tjetër, ka shumë trika të mira që përdorin këtë kontrol. Kështu që mësojni, edhe nëse nuk e keni bo like faqen Mëso Magji, bëjnë e like, linkën e keni në description poshtë. Gjithashtu edhe bëjnë e subscribe të kanalit Mëso Magji, edhe gjithashtu nëse do një me mështu në për rrjetet sociale, për shembull Facebook, Instagram ose Snapchat, edhe ato linka në javën në description. Kështu që kryeni prej këto, edhe shihim deri në javën tjetër me trika edhe shpjegime të reja.